Deputetin e Partisë Socialiste Ardit Bido do të kemë knaqësinë të ndaj disa minuta në vazhdim. Zoti Bido, mirëmbrëma, faleminderit për kohën në Klan News. Mirëmbrëma, Besi, faleminderit për ftesën. Fillimisht, kam mbërritur sot një mesazh në telefonat tuaj si antar të grupit parlamentar të Partisë Socialiste nga kreu i grupit Taulant Balla që të jeni të gatshëm në një seancë të afërme për ta ratifikuar edhe në parlament këtë ftesë të bërë nga ana e Trump për ramën për bordin e paqes? Nëse do të jetë e nevojshme që të ratifikohet, pra që të bashkëthemelohet bordi i paqes, patjetër besoj se Parlamenti i Shqipërisë do të mblidhet në kohën më të shpejtë për ta miratuar dhe shpresoj që në këtë seancë të ketë miratimin e të gjitha forcave politike që bëjnë pjesë në Parlamentin Shqiptar, sepse bëhet fjalë për një linjëzim strategjik të Republikës së Shqipërisë përtej dallimeve me aleatin ton strategjik që janë Shtetet Bashkuara të Amerikës. Dhe në këtë pikë nuk besoj se mund të ketë dhe duhet të ketë politikë dite. E qartë, kuptova. Ndërkohë, si e keni cilësuar këtë ftesë duke marrë parasysh edhe reagimin që pati opozita, ka qenë për shumë vende dhe jo vetëm për Shqipërinë, fillimisht u fol edhe për një tarif që duhet paguante Shqipëria që më pas u mohua nga ana e kryeministrit. Si keni parë të gjitha këto reagime? Një pjesë e analistëve thonë që edhe nga vetë majoranca socialiste një ftesë e tillë nuk ishte pse të fryhej dhe të bëhej kaq shumë. Pra si keni përcjell gjitha këto reagime, zoti Bido? Unë besoj se kemi të bëjmë me një akt të rëndësishëm, sepse duhet kuptojmë që bëhet fjalë për një institucion të ri në marrëdhënie ndërkombëtare. Kërkoj ndjes sepse kam një problem të vogël shëndetësor. Shpresoj mos jetë serioz dhe me zarar, pa pjesa tjetër pastaj është e kuptueshme se ne jemi së bashku në këtë transmetim të drejtë për drejtë. Pra ju e cilësoni këtë si një ftesë e cila është e rëndësishme, po, zoti Bido. Duhet kuptojmë që është një akt i rëndësishëm sepse kemi të bëjmë me një praktikisht institucion të ri të rëndësishëm në marrëdhënie ndërkombëtare, e cila po merr formë tashmë, e paralajmëruar dhe më herët nga presidenti amerikan Donald Trump, e legjitimuar edhe nga organizata e Kombeve të Bashkuara, sepse duhet të dimë që ka një rezolut të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara që jep hap rrugën për bord paqeje vetëm për sa i përket rripit të Gazës, por tashmë kemi një iniciativë, një nismë që ka të bëjë me një institucion të ri i cili do të nisë punën me Gazën, por që në misionin e vet e ka lënë të hapur që të jetë ai institucion i cili do të merret me rivendosjen e paqes dhe rindërtimin dhe në konflikte të tjera në botë. Në këtë kuptim kemi të bëjmë me një ndryshim rrënjësor, i cili nëse do të vijohet me ato shembuj të fillestar që ka treguar në doktrinën e re presidenti amerikan se kanë Shtetet Bashkuara të Amerikës, do të jetë një institucion i rëndësishëm që do të luajë një rol të veçantë në marrëdhënie ndërkombëtare. Dhe në këtë kuptim, ftesa drejtuar Shqipërisë është një ftesë e cila është jo thjesht e mirëpritur, por që përbën një rikonfirmim të pozicionit të veçantë gjeostrategjik që ka Shqipëria në raport me Shtetet Bashkuara të Amerikës, sepse duhet të theksojmë që deri më tani ne shohim që për shembull Shqipëria është i vetmi ndër aktorët e Ballkanit Perëndimor të cilët janë ftuar. Dhe kjo për ne është rëndësi e veçantë. Mund të mos ishim sepse partner të Amerikës janë dhe Malizi, janë dhe Maqedonia e Veriut, janë dhe Kosova. Por me sa duket është përzgjedhur vetëm Shqipëria për të qenë pjesë e këtij organizmi të ri që përbën një interes të veçantë, jo vetëm për Republikën e Shqipërisë, por edhe për interesat e faktorit shqiptar në rajon. Pra edhe për Kosovën, edhe për shqiptarën në Maqedoninë e Veriut, dhe për shqiptarën Malzi dhe ata në luginën e Preshevës. Sa i përket zhurnajës së politikës së ditës, është fatkeqësisht është humbje busullës së opozitës që e vërejnë gjithë këtë kohë që tenton që akoma dhe këto ndryshime që mund të jenë epokale sa i përket marrëdhënieve ndërkombëtare tentojnë që të shohim atë lupën e prishur të miope, se nuk është lupë zmadhuese që kanë me erjen politike, duke kaluar në fake news, siç është pagesa që duhet të bëhet për të qenë në bordin e paqes së kështu me radhë, që besoj nuk ja vlen as të komentohen.
tregojnë vetëm se në çfarë cilësie dhe në çfarë drejtëje ka rënë opozita sot. E qartë, po, a i duhet jemi ne ky vendi strategjik edhe kur bëhet fjala tek çështja e vizave ku Shqipëria është pezulluar për momentin së bashku me vendet e tjera, 74 vendet e tjera, bashkimi, po themi, familjar, lejohen vetëm viza turistike, teksa duke marrë parasysh listën e vendeve që janë pezulluar, tregon se në fakt janë vende të cilat kanë probleme me ekonominë, probleme me demokracinë e të tjera çështje. Pra ju thonin që jemi partner të rëndësishëm dhe e vërtetuan nga ftesa për Ramon. Po për vizat? Sërish prap të thras dhe ty si gazetar dhe ju si media, sepse në këtë zhurmnajën ton të politikës së ditës, media luan në rolin e vet negativ të posaçëm të vetin, që kur flasim për zhvillime të rëndësishme në marrëdhënie ndërkombëtare, hiqini pak syt partijake. Është e pavler. Nuk mund të krahasoj një çështje konsullore, siç janë regjimi vizave, apo në rastin konkret kemi të bëjmë vetëm për vizat për emigrim. Po, dakord, po. Viza që kanë të bëjnë me njerëz të cilët duan që të ikin emigrant në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Nuk kanë të bëjnë fare çështjet konsullore me çështjet reale të politikës që janë marrëdhënie ndërkombëtare. Pra, çështjet konsullore, sa i përket vizave, ka një mori arsyesh sepse mundet të ketë ardhur, me sa unë lexova dhe u interesova në informacionin e dhënë nga Departamenti i Shtetit, ka të bëjë më shumë me sjelljen dhe me një statistikë që ata kishin nxjerrë të vendeve ku emigrantët për herë të parë përfitonin më shumë të ardhura nga programet sociale të Shtetit Bashkuara, që ka motivuar këtë veprim. Kjo është çështje konsullore. Pra nuk ka të bëjë me raportet mes shteteve, regjimi i vizave. Këtu kemi të bëjmë me raport mes shteteve dhe me pozicionime gjeostrategjike. Dhe ajo çfarë unë shoh në bordin e paqes është që kemi dy vazo të mëdha, një vazo të vendeve mirëfilltas aleate që Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe presidenti i sotshëm amerikan që ka një qasje genuine, një qasje autentike të vetën, se përket marrëdhënieve ndërkombëtare konsideron si aleate, pra në vende siç mund të jenë një pjesë e nereve të NATO-s dhe jo të gjitha vendet e NATO-s, por dhe vendet si Argentina, ku presidenti i Argentinas konsiderohet si një mik edhe aleat i ngushtë personal i presidentit amerikan. Dhe nga ana tjetër kemi një vazo të dytë që janë vende të cilat ndodhen në suazën e atyre vendeve që janë prag të konfliktit, apo janë brenda një konflikti, siç është Rusia, Bielorusia, pavarësisht se këto janë kundërshtare gjeopolitike të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Mungesa e madhe deri më sot është në faktorin e tretë të asaj që është të faktorit kinez dhe të vendeve të cilat janë satelite apo bashkëpunëtore të Kinës, apo vendet të cilat mundet kenë potencialisht një qasje të tillë në të ardhmen që nuk po shohim se janë ftuar në këtë organizëm të ri. Pra kemi të bëjmë me dy vazo, që dhe një vazo të munguar. Pra dy vazo që janë ftuar, ku Shqipëria padyshim është ndër ato vende të cilat konsiderohen si aleatet e padiskutueshme të Shtetet Bashkuara të Amerikës, dhe prandaj është ky kompozim që ne shohim sot. Flasim pak për prandaj më fal se ka patjetër, patjetër, po. Dhe shohim dhe një mungesë të vendeve të tjera të rajonit, në ftesat të cilat janë bërë publike deri më sot. Prandaj pra është një veçim i Shqipërisë në këtë drejtim. Duhet ndalen pak tek debatet e forta në sesionin e ri kuvendor të ditës së dieshme për vitin 2026, zoti Bido. Çfarë përgjegjësie, më fal? S'ka pas debati dje. Diskutime në kuptimin mazhoranca, opozita bllokoi foltoren, diskutimet ato debate në kuptimin e kësaj që po shohim, se janë pamje që besoj. Unë refuzoj. Po si çfarë i quani këto bashkëpunim, marrëdhënie e mjalti mes opozitës dhe mazhorancës, çfarë i quani këto pamje në nisjen e një sesioni të ri parlamentar ku ju keni përgjegjësinë më të madhe me 83 mandate, zoti Bido? Nëse do të isha cinik, do të thosha që ishte një shfaqje për kineastët mbas e gjejnë një aktor. Po duke qenë se si jam cinik, do të them që është një mungesë totale e aftësisë dhe dëshirës ose vullneti, këtë nuk e gjej dot, të opozitës për të zhvilluar debat parlamentar dhe një tentativë për të kaluar krizën që ka vetë opozitat e të tjera. Dhe mjafton për këtë t'ju them një fakt. Do të mundet dje të kishim debat me tone të ashpra,
ose me tone normale, po me gjuk retorik të fort politike. Në kuptimin e diskutimit fort, pra po. Pikërisht, këtë dytën do doja të shija në Shqipëri, që të na gozhdoni ne deputetëve të mazhorancës, kolegët e opozitës, në kohën që ishte. Dje ishte një seancë plenare cila shumë e rregulluar, sepse është seanca e parë e një sesioni. Dhe rrjedhimisht kjo seancë ka vetëm këtë gjë në rendin e ditës. Këndohet hymni kombëtar, mbaj një fjalë shkurtër nga kryetari i kuvendit dhe mbaj një fjalë 10 minuta nga çdo kryetari i grupit parlamentar. Për shkak të përbërjes se si është parlamenti, janë 3 grupe parlamentare të opozitës, do të thotë 30 minuta në total dhe 10 minuta të mazhorancës plus 5 minuta nga kryetari i kuvendit, meqense ai përket mazhorancës, 15 minuta. Nga këto 30 minuta opozita në vullnetin e vet vendosi që të shfrytëzonte vetëm 2.5 minuta. Pra 2 kryetar grupesh refuzuan që të flisnin, një kryetar grupi vendosi që të fliste vetëm 2.5 minuta nga 10 minuta Cila është përgjegjësia juaj, zoti Bidës? Se kjo doja të ndalesh. Dakord, ata kanë 50 mandate deputetësh dhe duan gjejnë forma për të bërë opozitarizëm. Ju keni 83 mandate, cilësuan provokim praninë e zonjës Balluku për shembull nga ana juaj. Në gjykimin tim nuk është çështje numrash parlamenti, është çështje argumenti dhe retorike dhe kishte mundësi që të ngrinte retorikën e vet parlamentare për 30 minuta opozita të na donte nëse ti do, në mënyrë që edhe ne të mundet të reagoni ose të dukeshim se ne nuk dim të reagojmë. Por opozita përzgjedh që të mos e bëj këtë gjë. Dhe sa përsa i përket, le themi, asaj karemit që ata përdorën të prezencës në kuvend të zëvendës kryeministres, dua t'ju garantoj që zëvendës kryeministre ishte që në orën ishte që çerekore para se sa të niste seanca e ulur në karrigen e saj. Që do të thotë hyn kolegët e opozitës, hym edhe ne, u përshëndetëm me një pjesë kemi unë kam raportet mira, secili prej nesh pra ka, le themi, një grup deputetësh patjetër dhe nga opozita që kemi raportet mira, tham gëzuar vitneri njërin tjetrën, shkëmbyen buzëqeshje me ministrat, shkëmbyen buzëqeshje dhe përshëndetje me kryetarin e kuvendit sapo hyri, deri në momentin që u ndezën kamerat. Kur u ndezën kamerat, mbaroi kjo pjesë, që është pjesa e vërtet, dhe filloi ky show teatral që ne shohim, që u provokuan. Në ato çerekore 20 minuta nuk ishin provokuar se ishin kamerat fikur. Sa u ndezën kamerat, u provokuan. Tani për kuriozitet, kë keni miq ju zoti Bido nga deputetët e Partisë Demokratike, nëse mund ta dim? Janë disa. Po mirë, disa emra mund na i përmendin. Ne kemi kohën e mjaftueshme në dispozicion që se na duhet pak frymë pozitive mes PD-s dhe PS-s në Shqipëri. Po nuk ka lidhje, kjo ekziston, kjo është një falsiteti ndër më të mëdha që edhe media, duke ditur këtë gjë, e përcjellin në raportin publik, sepse kjo ka ekzistuar gjithmonë. Jo, media te kuvendi e merr sinjalin nga kuvendi, zoti Bido. Kur janë seanca plenare, media e merr sinjalin drejt për drejt nga kuvendi. Është aty media. Po unë kam qenë, për shembull, unë kam punuar gazetar, kam punuar me Tedi Plushin. Kam punuar me Erald Kaprin, kam punuar me kolegë të tjerë të opozitës. Unë jam në një komision që kam kolegë të opozitës në komisionin parlamentar dhe po të shihni në komision, rrallë herë janë ato raste që ne kemi realisht përplasje të forta, shumicën e rasteve ne kemi një diskutim pasionant sepse nuk bijem dakord, jemi kolegë, po nuk bijem dakord. Dhe pava nuk kemi raporte të këqija me njëri tjetrin. Ka patjetër njerëz të cilët i kemi njohur. Dhe shumica janë raporte njerëzore që kanë qenë gjithmonë. Ky falsiteti mediatik dhe i kësaj opozitës së shtirur, po edhe nga njerë edhe nga Partia Socialiste mund të jetë kjo, po nuk po them që jemi imun ne në këtë drejtim. Për të pasqyruar ëngjit dhe djajt, dy ekstremet, këtë polarizim ekstrem, nuk ka qenë kurrë e vërtet, nuk është se s'është sot. Thjesht është falsiteti me cilin në opozita ka mbetur, le themi, në ato paradigmat e viteve 90 dhe mendon se shqiptarët han akoma djathin për sapun. E qartë. Do të ndalesha tek një moment tjetër që është mbledhja e grupit të Partisë Socialiste që mbajtet para disa ditësh në nisje të sesionit të ri parlamentar, aty pati disa deklarata të forta të bëra kryesisht nga ana e kryeministrit, të cilat erdhën më pas edhe si formë përgjigje nga pyetjet që bët ju dhe të tjerë deputet të Partisë Socialiste. Tani mandatin e 4 e morët me premtimin se deri në vitin 2027 integrohemi në anën teknike, deri në vitin 2030 integrohemi në anën politike. Por del kryeministri dhe vetëm disa muaj pas këtij momenti thotë që ne jemi të paintegrueshëm në Bashkimin Evropian. Tani si ta kuptojnë qytetarët këtë deklaratë, zoti Bide? Kur u tha kjo? Tek mbledhja e grupit të Partisë Socialiste. GPS-i
Jemi të paintegrueshëm për shkak të sigurisë ushqimore. Tani ta gjej deklaratën. Kjo nuk është. Kjo nuk është. Dakor, më jepni një përgjigje ju sa të marrun kohën e duhur për ta gjetur citimin. Po. Është shumë teknike kjo. Po. Është thënë që në disa fusha ne jemi tërësisht të papërputhshëm mes standardeve që ne kemi sot dhe standardeve që ka Bashkimi Evropian, sikurse ka qenë çdo vend që ka hyrë në Bashkimin Evropian, çdo vend që ka hyrë në Bashkimin Evropian ka pasur fusha të caktuara, kuptohet pakicë të fushave, që ka pas papërputhshmëri totale me standardeve të BE-s dhe standardet të vendit përkatës. Dhe për këtë, vetë Bashkimi Evropian krijon ato periudat tranzitore, dritare, të cilat i mundson shtetit që veçanërisht shumica e vendeve kanë pas të problem të mjedisi, që kemi dhe ne pjesërisht, dhe të bujqësia, sepse janë dyrë më të rregulluara në Bashkimin Evropian, dhe këtë ka pas dhe Kroacia, vendi i fundi që është futur, po edhe Greqia të thënjëshin, edhe Spanja të thënjëshin, në të cilat krijohet një periudhë dritare që ti ke kohën tënde për të përshtatur me këto standarde. Pra, nuk ka pa integrueshmëri, ka një papërputhshmëri në fusha caktuara që ka ekzistuar gjithmonë në çdo proces arsimit për të bërë një proces arsimit. Në raportin edhe personal që kemi bashkë, besoj ju e dini që unë nuk e marr asnjëherë të po themi të drejtën, do them diçka që nuk e kam dëgjuar dhe për cilën jam i sigurt aq më tepër përpara opinionit publik, kështu që më lejoni të citoj një paragraf se çfarë tha Rama. Në kushtet e sotme jemi të paintegrueshëm në Bashkimin Evropian për shkak të nivelit të pamjaftueshëm të sigurisë ushqimore sipas kriterëve të Bashkimit Evropian. Dhe për këtë arsye po përpiqemi të kalojmë në një fazë të ndërmjetme, por ama vitet kalojnë shpejt dhe puna duhet fillojë që tani. Pra, në kushtet e sotme jemi të paintegrueshëm në Bashkimin Evropian. Ky është citimi për një pjesë të madhe këtu, për një pjesë të madhe këtu që jemi që është një periudhë në periudha tranzitore nuk është një fjalë e përgjithshme. Jo, dakor, thjesht ajo pjesa që më thatë nuk është thënë që jemi paintegrueshëm në këto kushtet e sotme, po. Që të jemi të qartë. Patjetër, po thjesht duhet të sqaroja atë 10 vite periudhën tranzitore për sa i përket klimës, për sa i përket le themi rregullave në fushën e mjedisit. Dhe që për mua 10 vite janë shumë. Në të cilat në këtë periudhë tranzitore ti ke të drejtën që të vijosh punën për të arritur standardet, pra nuk është diçka që ti e lë për muajin e fundit, ose duhen 10 vite kohë që të arrish, prandaj të lihen 10 vite kohë, apo 5 vite apo 3 vite varësi të çështjeve përkatëse, në të cilat ama ti nuk mundet që në atë fushë të caktuar të kesh marrëdhënie ekonomike me Bashkimin Evropian. Pra, në atë fushë të caktuar në të cilën ti përfiton periudhën tranzitore, mund ta shesësh produktin përkatës, apo mund të bësh rregulativën përkatëse vetëm brenda territorit tënd dhe as mund të eksportosh dhe as mund të pranosh nga një pikë tutje që kjo të ndodhi më në vendin tënd. Pra, kjo nuk do të thotë dhe njëherë që ne jemi të paintegrueshëm në Bashkimin Evropian. Kjo do të thotë periudha tranzitore, cilat patjetër që ne i kemi problematike në disa fusha, po e theksoj edhe një herë si çdo vend. Dhe kjo është në çdo vit që del raporti i Komisionit Evropian, janë me të kuqe ato kapituj apo 9 fusha, 9 kapituj në cilët ka përputhshmëri. Zoti Bito, po, më lejoni të flas pak edhe në fund edhe për çështjen e zonjës Balluku, cili do të jetë reagimi përfundimtar i Partisë Socialiste në raport me kërkesën e strukturës posaçme antikorrupsion dhe pse opozita ju akuzon për 2 standarde në raport me drejtësinë. Në gjitha rastet e tjera Partia Socialiste ka thënë që nuk është bërë mburojë, ndërsa tani ju akuzon që po mbroni zëvendës kryeministren. Unë nuk e lexoj kështu situatën sepse kemi të bëjmë me një veçanti në rastin konkret që ka një pretendim të Këshillit të Ministrave dhe të kësaj shumice, që rastisht që në rastin konkret dhe unë të kem bindje të njëjtë, që nuk mundet që një pushtet si pushteti i drejtësisë të pezullojë një të zgjedhur. Që në rastin konkret bëri në rastin e zotit Velie dhe ju e pranuat, madje edhe shkarkuat me një vendim të Këshillit Bashkiak dhe të Këshillit Ministrave, zoti Bito. Jo, sepse nuk ka pasur vendim për pezullim. Pra duhet ka patur largim, aq më keq, ka patur marrje nga zyra, dërguarje në qelinë e paraburgimit dhe ky është pezullim më de facto se sa pezullimi në kuptimin teorik. Duhet futemi të çfarë ndodhi. Pati një vendim për pezullim. Pati një reagim institucional nga kjo mazhorancë që nuk mori dhe të thoshte që e di unë se si bëhet. Ja la prap drejtësisë të shprehet, pra e çojnë gjykatën kushtetuese që të shprehet gjykata kushtetuese.
ditën që gjykata kushtetuese vendosi që të pezulloj pezullimin dhe të vendosi në datën 22 si shpritet vendimin e vet përfundimtar. Arrestimin e Veliajt nuk e quat në gjykatën kushtetuese, zoti Bido. Po më lejo pra ta përfundoj. Dakor, po ti thjesht ti paralelizoj dy situatat për cilat po themi që ka qenë një standard në një situatë tjetër, një standard në një situatë tjetër. Po ti mund të paralelizosh edhe kafën e mëngjesit që bëjmë me atë që them unë, po nuk ka të bëjë njëra me tjetrën, se lejo të përfundoj edhe një herë. Po sepse duhet të them pranë nga e para, tani do të mbaj edhe gjysmë ore në emision, që ta them edhe një herë. Dakor, po. Pra, në një rast ne kemi një vendimarrje për pezullim të një të zgjedhuri që në gjykim të Këshillit të Ministrave, dhe po theksoj edhe një herë, kjo është debindja ime personale, nuk mundet drejtësia të pezullojë një të zgjedhur. Nuk e patëm këtë në rastin e zotit Veliaj. Dhe në çastin që gjykata kushtetuese, që ishte një veprim institucional, që unë jem komod me atë vendim të Këshillit të Ministrave, që çoi prapë drejtësisë të shpreh, nuk mori përsipër të bëj drejtësinë. Vendosi që nuk mundet, që duhet ketë pezullim të pezullimit pra deri në vendimin final, pati të nesërmen një kërkesë për arrestim. Pra, pati të nesërmen me njëherë dhe lë shihen, besoj legjitime të gjithë, që ishte një kundërreagim i spakut, i cili ishte një kundërreagim emocional, i naçor, që si duash, domethënë si kundërveprim ndaj vendimit gjykatës kushtetuese. Prandaj, në këtë situatë që jemi, në këtë lëmsh që jemi, në momentin në të cilin ndodhemi, në gjykimin tonë duhet të pritet një herë vendimi i gjykatës kushtetuese, jo thjesht për vendimin, por për arsyetimin juridik që do të që i bëjnë gjyqtarët. Po. Dhe provave dhe fakteve mbi këtë gjë, në mënyrë që të mundet të flasë. Sa i përket paralelizmit që ti bën, ajo ka të bëjë me arrestimin në vetvete. Qëndrimi im personal nuk ka të bëjë me Partinë Socialiste kjo. Është një qëndrim që unë e kam mbajtur para 8 vitesh, para 5 vitesh, që s'kam qenë në politikë, e kam mbajtur ndaj zotit Beleri, që besoj kam qenë kundërshtari më i fortë i tij. E mbaj dhe sot, e kam mbajtur dhe para 3 muajsh në parlament kur nuk ekzistonte kjo çështje, e mbaj dhe sot. Është ne arrestin me burg e kemi buke djathtë, është cënimi i qartë në gjykimin tim i Konventës Evropiane të Drejtave të Njeriut në mënyrën se si ne japim arrestin me burg. Pra arresti me burg është si dënim para prag. Kemi pasur dhe raste që Gjykata Evropiane e Drejtave të Njeriut në rastin e Thomagëllçit për shembull ka evidentuar këtë gjë, që ne e përdorim, prokuroria ka një mentalitet të rënjosur ende në komunizëm, fatkeqësisht që nuk çrënjoset dot, sepse nuk është çështje ligjore, sepse kodi penal në rastin ton përcakton kur janë rastet e arrestit me burg, që për mua janë raste shumë përjashtëmore, janë rastet e vrasjes, janë raste kur ti po bën realisht një rrezik për shoqërinë dhe për qëndrimin jashtë, po. Imediat për shoqërinë kur qëndron jashtë, dhe është rast unikal në Shqipëri. Pra vetëm në Shqipëri ndodh kjo masivisht arrestim me burg. Dhe për këtë unë edhe në rastin e në zoti Veliaj, po dhe në rastin e Fredi Belerit, dhe në rastin e Taulan Turkës, dhe në rastin e Lefter Allës. Po se keni shumë ju nga Partia Socialiste nga këto raste, zoti Bido. Dhe në rastin e Ilir Metës, dhe në rastin e të gjithëve, po theksoj një herë, për mua janë të egzageruara, ky është qëndrimi personal dhe nuk ka të bëjë fare me qëndrimin le themi zyrtar të Partisë Socialiste. Në rastin e zonjës Balluku, ne do të shohim vendimin e gjykatës kushtetuese. Dhe pastaj është një proces i dytë që unë nuk ta them dot sot sepse duhet të shoh raportet, sepse nuk i shohim dot ne provat. Është një komision me disa deputet, kolegë të nderuar të Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike që mund të shohin prova dhe të paraqesin raportet për të parë realisht situatën. Shumë faleminderit për këtë minuta zoti Bido. Najsi. Faleminderit. Ishim me deputetin socialist Ardit Bido, i cili ne u bashkua drejt për së drejti. Do të ndahemi vetëm për pak çaste. Në orën 21 i kthehemi dhe flasim për debatet në Partinë Demokratike të Kosovës, atje ku kandidatët i kanë vjedhur njëri tjetrit mijëra vota nga zgjedhjet e 28 dhjetorit. Paralelisht, Vjosa Osmani kërkon të marrë një mandat të dytë si presidente dhe për këtë i duhet të paktën prezenca e 80 deputetëve në Kuvendin e Kosovës në mars kur të jetë seanca, teksa Albin Kurti që më ngjas do e mbështes ka diku tek 63 ulse në kuvend. Kthehemi me njëherë pas pak.